Retrospektiv, 1991, ka qenë një herë një kohë kur në partitë politike kishte debate, kishte zgjedhje, kishte konkurrencë. Duke ardhur nga PPSH, partitë e para vendosën rregulla statutore demokratike, detyrim për zgjedhje çdo 2 vjet, detyrim për mbledhje të rregullta, detyrim për program, kufizim mandatesh për drejtuesit për vetëm 2 mandate, kryesia zgjidhej nga kongresi ashtu si kryetari me legjitimitet të njëjtë, si dhe detyrim për CV kandidatësh, platforma dhe procedura të fshehta vendimarrje. Gjen emra rastësore që dështuan, por edhe emra nga elitat më të mira të kohës. Në mars 92 u zhvilluan zgjedhjet e para dhe të fundit demokratike. Ishte koha kur opozita krijoi koalicion të gjerë dhe frym ndryshimi dhe qeveria pranoi koston e dështimit të sistemit që kishte ndërtuar, drejtuar. Ishin më shumë zgjedhje pro e kundër sistemit demokratik sesa zgjedhje pro e kundër PSD. Rezultati dihet. Pastaj nisi politika. Demokratët kuptuan se pushteti shijon, krijon privilegje dhe ja vlen të mbahet. Socialistët kuptuan se pa pushtet dhe në opozit, je thjesht numër në Shqipëri. Ndaj të parët dhe të dytët bën gjithçka të rifitonin zgjedhjet, rikthehen në pushtet. 96-97 ishte produkt konsensual i këtij mentaliteti, pushtet me çdo kusht. Më pas, u vijua pakti i heshtur çdo 8 vjet rotacion politik, deri më 2021-shin. Interpretimet, pasojat, analizat e tjerë kërkojnë ne të tëra dimri, por në mënyrë simbolike, kjo foto është ilustrim se si nisi dhe ku jemi. Sot partitë nuk kanë kryesi pune, as të zgjedhur, as konkurrencë, as debate, as programe, as llogaridhënie, as kongrese pune, as rregullore, statute demokratike, as transparencë, pranë në thelb. Asnjë nga tiparet e vitit 91, asnjë nga kushtet për të patur parti politike. Nëse perifrazoj Musinen, sot është koha kur 1 kilogram tru ka më pak vlerë se sa 1 kilogram llaç. Është kohë kullash, betoni, populizmi, show dhe denigrimi dhe mendjeve të lira dhe kritike. Partitë janë privatizuar, kanë pronarët e tyre. Ata që erdhën në politik me misionin për të mos përsëritur byron, PPSH-n, diktatorin, pushtetin deri në fund, kultin e individit, e tashmë po bëjmë pikërisht këtë gjë. Individ që nuk pranojnë demokraci funksionale në familjet e tyre politike nuk mund të sjellin demokraci funksionale as për shtetin, qytetarët dhe shoqërinë. Është utopike dhe naive të mendosh ndryshe. Dhe natyrisht, ata e duan pushtetin për cilësinë që ai ka në një model hibrid të një shoqërie që refuzon dijen dhe mendjen, e prodhon periodikisht turma, mite e idhuj, për fuqinë ndikuese dhe privilegjet pa limit që burojnë për aplikimit abuziv të tij, për veten dhe familjen, për miqtë e ndjekësit besnik, për shërbëtorët dhe për turmat e sektit që përfaqësojnë. Të tjerët duhet të zgjedhin midis heshtjes, nënshtrimit apo emigrimit. Emigracion ka e gjithë bota, ka edhe filma për këtë. Është oferta e vetme e tyre, kush refuzon ata dhe ofertat e tyre, janë e mbeten pakic, të huaj në vendin e vet. Kështu nisi.